qenë as pak të kënaqur, bëhet të llovim, gjithmonë kemi problem të zakonisht kjo tunel si thojmë. Aty bllokohen, ka 2-3 orë duna me prizat, na rujt me pas edhe na i smuta se na i bllokosh. Zgjidhja vetme me e këto, parkim Prishtinën prej këtu me largu se këtu po parkon edhe makina tjera që vi prej gjithë popullit. Edhe i parkon këtu, edhe shumica mandena i ka rënë fije pi fusin ku nuk ka gjoba, edhe të bllokan. Vjen kishe policia e komunës, komunitetet ata po japin diçka letra, herë vin, herë zvin, ma shumë zvin, që veç bëhet të llovi mos vetë. Me bo një ramp vetëm na këto të gjallën sonë me parku, edhe s'keme pas problem. Me të vërtet, unë shpesh më ka ndodhë ecë largo makirin se së po dalë. Me kërkesën e qytetarëve është thirrë protesta për lidhur me pakënaqësitë e Prishtina Parking, sepse është situatë e rëndueshme edhe këto, duke falendëruar policinë e Kosovës, moti ka mujt me ndodhur ndaj vrasje. Ka konflikte të mëdha brenda lagjes, domethënë me Prishtina Parking kemi pakënaqësi. Unë si përfaqësuese e kam kërku listën të cilën ata i kanë pajis qytetarët me leje si banor rezidencial, të njëjtit janë përgjigj që nuk kemi të drejtë me ta jepur se janë dhona konfidenciale. Mirë po, kanë harruar që unë jam përfaqësuese në komunitetin, ndodh që kam dhona shumë më shumë se ata që janë ndërmarrje nashta. Se të banorëve dhe rezidencial, unë i kam dhona të banorëve. I kemi takimet e rregullta me qytetarët.